In these 5 years, we've managed to dismantle more than 900 gangs. Këtë deklarat presidentja vendit Vjosa Osmani edha për një medium jo pak prestigjioz ndërkombëtar, teksa ishte rrugëve të Berlinit. Por ende po bërë një ditë nga publikimi, intervista u ndryshua me kërkesë të saj, duke ia hequr pjesën ku ajo flet për shkatërimin e 900 bandave kriminale në vend, vetëm brenda 5 vjetëve. Të hënën Osmani e pranoi gabimin duke thënë se kjo deklarat ka qenë e paqëllimshme andaj kërkoi ndryshimin e saj. Qenë diçka shumë e paqëllimshme që është bërë, menjëherë është bërë ndryshimi i nevojshëm tek intervista dhe as politiko nuk e shfrytëzon atë dhe as dikush tjetër natyrisht. Ajo nuk ka dalë në fakt në mediat ndërkombëtare, kanë dalë vetëm disa pjesa dhe kjo asesi s'ka qenë sepse jemi siguruar që të bëhet koreksioni zyrtar. Deklarata zgjoi reagime të shumta në vend. Këtë lëshim të presidentes News i çështjeve politike drejtoro Arifi e vlerësoi si mungesë të pjekurisë politike. Po është edhe marrëzi politike, po është edhe faktike dhe shkencore, pra nuk ka sens kur një presidenti ja thot një gjë të tillë, pavarësisht çfarë konotacioni apo çfarë nën kuptimi, kjo është një definicion shumë i qartë. 900 banda janë për 1.5 milion banorësh çmenduri totale. Pra në një farë mënyrë e kriminalizon komplet një shtet, një komb. Arifi thotë se Osmani duhet të kërkojë falje për deklaratën e cila sipas tij ul kredibilitetin e vendit. Pa e duhet të kërkoj falje 1000 herë dhe prap nuk mund t'i falet, sepse është e para e vendit. Nuk guxon me bë kësi gabimi, pikë. Ti shkon studente e kisha ngel, thjesht. Deklaratat e presidentes bien ndesh edhe me statistikat zyrtare të policisë së Kosovës. Sipas raporteve vjetore të punës së policisë së Kosovës, gjatë periudhës 2020-2024 janë goditur 173 grupe kriminale.